Frekuentimi i xhamive. Popullimi i xhamive do të thotë frekuentimi i vazhdueshëm i tyre, duke u dhënë atyre rolin e boshtit qendror të tërësisë së lëvizjes dhe të orientimit në jetën e besimtarit. Frekuentimi i shpeshtë i tyre do të thotë të përgatisësh qenien dhe bashkë me të gjithë shoqërinë muslimane për të përfituar mirësinë e Allahut të Madhërueshëm dhe gjithçka buron prej veprave të mira që i kryen për hatër të Tij. Këto kuptime i gjejmë të shpalosura qartë edhe në Kuranin famëlar, në të cilën Allahu i Madhëruar thotë: "Faltorët e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zakatin, dhe që nuk i friksohen askujt përveç Allahut, sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë." Transmetohet për profetit të Allahut, paqja e bekati e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, në Teurat, pra Tohra, shkruhet kështu: "Në të vërtetë, shtëpitë e mia në tokë janë xhamit. Lumsi ata që pastrohen dhe zbukurohen në shtëpinë e tyre dhe më pas vinë të më vizitojnë mua në shtëpinë time. Nuk ka dyshim se është prej detyrës së vizituarit të mbulojnë vizitorin me bujarinë e tij. Jepuni si harish të gjithë atyre që ecin në mesin e errësirës për të vizituar xhamit, se ata do të ndriçohen në ditën e gjykimit me dritë të veçantë prej Allahut të Madhëruar. Përveç frekuentimit të tyre, kërkohet prej nesh që të rrim sa më gjatë brenda tyre, brenda mundësive, në mënyrë që zemrat tona të lidhen fort pas dritës që përçojnë ato në kraharor. Kërkohet prej besimtarëve të kalojnë në xhami një kohë të mjaftueshme sa për ta lidhur shpirtin e tij me mirësinë që buron prej saj. Kjo është një prej veprave të cilat Islami i ka mëshuar shumë. Transmetohet prej profetit të Allahut, paqja e bekati e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar: "O Ebu Dherr, për çdo frymëmarrjen tënde gjatë kohës së qëndrimit në xhami, Allahu i Madhëruar të ngrenë një pozitë më shumë në ditën e gjykimit. Ëngjëjt do të lutën dhe do të dërgojnë salavat për ty. Për çdo frymëmarrje gjatë qëndrimit tënd në xhami, Allahu i Madhëruar do të shpërblej me 10 të mira dhe do të fshijë 10 të këqija." Nisur nga sa u përmend më sipër, lind si detyrë për të gjithë muslimanët e devotshëm që dinë të marrin mbi supet e tyre përgjegjësi të përpiqen për të qenë të pranishëm në xhami sa më shumë të jetë e mundur. Prania jonë në xhami është e kushtëzuar me një sër kushtesh dhe rregulla shumë të rrepta, gjithashtu të lidhur me edukatën e pranisë në xhami. Ti frekuentojmë ato në mënyrë të shpeshtë dhe të vazhdueshme. Nuk do të thotë kurrësi që ti shndërrojmë ato në shtëpi apo në vendbanimin ton. Është detyrë e çdo muslimani dhe muslimanie që të respektojë pozitën e lartë të xhamisë dhe shenjtërinë e saj. Është e nevojshme që njerëzit të ndjejnë se janë vërtet në praninë e Allahut të Madhëruar, janë vizitorë të shtëpisë së Tij. Për këtë arsye, duhet të jeni të kujdesshëm që të zbatoni me rigorizitet kodin moral të lidhur me respektin e xhamisë dhe rregullat e frekuentimit të saj. Po të jeni të vëmendshëm, shumë prej këtyre rregullave dhe dispozitave të lidhura me sjelljen në xhami i gjejmë të pranishëm në transmetime të ndryshme të ardhura nga rrugë të ndryshme.